Përshëndetje miq të nderuar, keni pyet se ku gjendet ky vendi, Ekspozita Urat Briç, të cilin e ka hapur Arabia Saudite. Ky vend gjendet në qendër të Prishtinës, te busti Skënderbeu. Aty mos harroni, keni shumë shërbime të mira, njerëzit fantastik që din të respektojnë, që din të ta shpjegojnë, dhe keni kafe të mirë, keni arabe, ashtu të verdhë, jo të kaftë. Keni dhurata, keni çka s'keni. Ma e mira që juve ju ka pëlqy është ajo video 3D dhe për të cilën unë jam për vetë jam emocionuar sepse kam qenë në Haxh 1995 edhe qa me bo 8.000, 6.000, 7.000 euro shumë Haxhi i shtrejt, po inshallah shkoj numre ma lirë. Dhe aty keni me ndi emocionalisht, sikur unë që si e kam di para 30 viteve, ashtu edhe ju keni me ndi kur të shkonin në atë aparatin që ja vendosin me 3D, dhe normal disa kanë shkru që qabja shihet po pejgamberi jo. Normal që pejgamberi nuk është i gjallë fizikisht, po shpirtnisht edhe plus thuhet që në Kuran Zoti thot pejgamberët, shehidat nuk vdesin. Por unë kur e kam pa atë derën ku hyn te dhoma e profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij, aty jam emocionu shumë edhe mu ka kujtu para 30 viteve si kam qenë në atë vend të bekuar në Medinën Munevere. Prandaj besoj se i keni të qartë se disa keni thonë jo qabja shihet, pejgamberi nuk shihet. Është e vërtet, po ti mjafton me pa veç vendin ku profeti është fal namaz, ku e ka prek derën, e tjera. Okej, mos harroni shkoni sa ma shpejt deri me 11 maj keni kohë, edhe 7 ditë. Mandej keni edhe mundësi me marë gratis shumë sende, njëna prej tyre është edhe Kurani në gjuhën shqipe i Sherif Ahmeti, këto që janë të kuqe, po janë vetëm tash e kishin ndru kaptinën, ato kupertinën janë gjelbërta, por për me shku Kuranin me marë ma mirë është në mëngjes, sepse mandej po hargjohet, krejt është gratisa, kush nuk ka Kuranat kuq të Sherif Ahmeti, atje mundeni mi gjetë, mundeni mu fotografu, edhe mos u bani bre shumë, jo mi këpric, ju mos folni bre keq, se mare për neve si shqiptar, mysafirin është mos me prit mirë. Ani qka janë arab, ata janë njerëzi shumë përparimtar, more sot. Ata sa në 35 milion veç para 10 ditve i kanë dhonë Arabia Saudite për Kosovën. Kështu që mos flisni be fjalë të këqija në për jetë, jo na kanë ardhur, po ata s'po falin aty namaz, ata kanë ardhur me tregu një kulturë, o zotni, o i zoj, kanë ardhur një kulturë me tregu kulturën arabe, edhe dallon e pa kultura religjioze dhe arabe, edhe diçka mos të harroj. Shkoni aty edhe e qitni një letër edhe 30 veta, 40 kanë me shku gratis në umre. Dhe është Zoti me ju qilu juve, emri juj. Krejt Kosova ngritu një shkoni e janë në Prishtinë, po shkoni Kamos për shetit në vendet e uja, e Kosovën ala se njihni qka ka e qka s'ka. Shkoni deri me 11. Prej orës 10-9, mëngjes deri në ora 8 mbrëmje është e hapur. E qështu pra, hajde, bëma një follow Facebookit tim, këti TikTokut tim, subscribe, bëjeni në YouTube e Iqbal Huduti, Facebooki Iqbal Berisha Huduti edhe TikToku, bëmani follow. Hajde, selam aleikum, pacja qoftë mbi ju. Respektoni, këto dashta më thonë. Te shqiptarët, besa, kur i ka ardhur mysafirin në shtëpi, që na kanë ardhur arabt, populli arab, na kanë ardhur me kulturën e vetme, na tregu neve, na ka ardhur në shtëpi tonë, edhe te shqiptarët ka qenë turpi më i madh mos mu kanë bujar. E lene mo me fol keq për mysafirin. Plus asaj, nëse të
s'ka arë një mysafir në shtëpi tënde, edhe ka arë dikush ta ka myt mysafirin. Ti, si mas kanunit, ti je obligativ që me marë hak për mysafirin tënd si për djalin tënd. Prandaj, boni pak open mind. Oh my God. Ku se po di anglisht.